Napoli si do vej sot, apo si gjithmonë, po nuk u bë barut dhe flak, nuk ikën ai zjarrin, duhet i vini. Napoli, merë avionin, se nuk është shumë larg. Sa ishin ato vlerat e... Apo nuk funksionon i Kuksit? Nuk funksionon i Kuksit me 19 euro. 19? 19 euro Napoli Kukës edhe 10 euro për të ardhur në Tiranë. 5 ka qenë rruga, po është edhe trau. E qartë. As në Korç nuk shkon. Një tra atje, një tra në Thoman, edhe jemi mirë. Ore, mund të vinë dhe me tren. Me tren? Mund të vinë me tren. E kemi trenin? E kemi trenin, patjetër. Ku është treni? A jemi në 2026-ën? Jemi, në 2025-ën duhej bërë treni? Ja, qa thoshte ky Gyz Vjerdho, 9-ën, ma e pak 9-ën, lutem. Në vitin 2025, fundit vitit 2025, të gjej Tiranë-Durrës Kasharina e mbarojnë komplet infrastrukturën. Ka mbaruar Tiranë-Durrës Kasharinas, se diu këtë lloj treni kështu. Por e ka mbaruar në 2025. Pra sot në shku për shumë Valentin po e mendoj ta përdor trenin, se do të jetë romantike, treni i ri është. Edhe unë për 15 po, Shën Agustinin çka ka. Se di Tirana njeh vetëm Shën Agustin Kolën. Të tjerët nuk i njeh, ndërkohë vazhdoj me tjera mesazhe. Sot është protesta opozitës, i bëj thirrje Berishës, t'i lëm fjalimet, t'i lëm dritat e telefonit, shkojmë protestojmë, i bëj thirrje rinisë të përgatiten. Sot duhet i tronditen themelet qeverisë së krimit. Ora vazhdojmë me telefonat një. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vini. Mirëmëngjes të dyve. Jeni shumë të bukur, që të dy. Por, mirëmëngjes, jeni shumë të bukur të dy, por veçanërisht Flavia, po dhe zonjusha, zonja çfarë. Atë se isha dobësuar që nga intervista e fundit me Dashur. Pale pastaj nga fiziku. Faleminderit. Ashtu. Tani. Unë as kështu që mua sot juve më keni prishur ditën. Me çfarë? Mua sot më keni prishur ditën për ato videot që më keni dhënë. Me këmi? Me Darsulën? Ju në orën 7 dhe deri në 10 nuk lëviz nga krevati nga juve. Sidomos me videon e fundit të Manasiliut. E cila ishte shumë ashtu e indinjuar për njerëzit që s'kishin, që s'dëni, po harroi ajo që vodhi tërë atë të onkologjikun, më falni se kam emocione, nga që jam shumë e tensionuar nga videot, sinqerisht të them, por ama, dua të them një diçka. Këtu Rama shtetin e bëri për shesh, sepse këtu janë të gjithë komunista. Këta janë pjellët e komunistave, që unë i kam shumë qef, veçanërisht e më kam punuar, po flas në jargon, më kam punuar qindin komunistët. Qindin kur të them, mua personalisht, e kam cekur 2-3 herë që ju kam marrë në telefon. Prandaj këtu, po të mos të kujtoj të gjithë mbiemra, ata janë në arsim, në shëndetësi, në të gjithë fushat e jetës të përditshme, ata janë pinjollët e tyre janë. Prandaj janë shumë e indinjuar për këta komunista, se po flas dhe unë si Zëngjinea jam, unë si më the tash. Por ama, kam një urrejtje aq të keqe, sa kam thënë dhe një herë tjetër, i kam thënë fëmijëve kur të vdes, që të vete atje ku e kam vendin, për fundimtar, poshtë komunizmi do më bëni të plakat e varit. Poshtë komunizmit, aq i urrejt në maksimum. Kaq se jam e tensionuar dhe nuk flas dot më shumë. Faleminderit. Faleminderit zonjë, ndërkohë një lajm i mirë për Rogozhinën, dhe është shumë qesharaga. Ishte shumë e bukur kjo. Sigurisht u denuncua në styrit televizion, miq të dashur, tani më pas ditën e djeshme shkoi, mori formën e prerë vendimi në mëngjes dhe pas dite edison me molla krye Bashkiaku. Po shkoi Bashkiaku me Hajduti i bashkisë së Rogozhinës. Shkoj të bëj pushimet e veta të burgu i qytetit vetë. Në Rogozhinë, aty nga i erdhi fitoria. Dhe si erdhi fitoria në fakt se e diskutueshme. Aty me çunat duke lyt letra. Aty do rrezik do punoj edhe për ata. Po besoj se po. Do rregulloj këto, do e vejnë ata ta përdorin si liçe, do rregulloj poçat, do pastroj. Që lidhen me elektrikun. Bashkiaku, domethënë, gjëra krye Bashkiaku, do bëj brenda në burg aty. Ka një emër tjetër në burg për këto, po do e diskutojmë tani. Nuk mund ta diskutojmë. Edison me molla ishte dënuar me 1 vit burg dhe i është hequr e drejta për ushtrimin e detyrave shtetërore për 5 vite.
Kështu që do e mbaj mend emrin e këtij pas 5 vitesh. Të dalë dikush të mbrojë Edison me mollën tani dhe kjo ka mbetur. Po, nuk është çudi. 2 ditë para se të mbashin zgjedhjet e pjesshme të 6 marsit, Syri denoncoi me audio skandalin ku kryetari i bashkisë, njërësh kandidati PS-s në zgjedhje, ndërhynte te OSHE-ja për të mos i ndërprerë energjinë elektrike një familje. Për të mos i ndërprerë përkohësisht, pra sapo të përfundonte procesi zgjedhor, sa votonin, po. Burg, padrita, kokës e kështu me radhë. Kamata, gjobat. Dhe sigurisht e kemi denoncuar në fakt në Syri Televizion këtë skemë që të gjithë elektricistët e OSHE-s përdorshin dhe funksiononin si patronazhist në fakt për familjet e varfra për t'i presionuar ato. Dhe çështja më dramatike është që ne ende sot në këtë 10 shkurt nuk e dim se cili është rezultati i vërtet i zgjedhjeve të 11 majit. Mbase mund të kenë votu ndryshe shqiptarët. Mbase fitonte Rama, po jo me 83 mandate, mbase sfitonte fare. Nuk e dim, mbase humte si 2021-shin për shembull, që humbi me 30.000 vota, po pastaj dogji 50.000 flet ekstra. Sepse jo, t'ishin, gjërat çuditshme. Shumë pyetje, shumë pak përgjigje në këtë moment. Rëndësika që ai ikin kokër të Burgut. Tash mbetet për të parë, domethënë është e provuar që Bashkinia e Rrogozhinës nuk e kanë fituar, mbetet për të pasur zgjedhje të tjera të pjesshme. Sidoqoftë ne duhet të lëvizim nga ky moment, miq të dashur, duhet të spostohemi me detaje tek protesta e sotme. Tek protesta e sotme, aksioni opozitar. Unë do preferoja të dishnim një